Atëherë, në mesazhin tuaj ju theksoni familjet punëtore janë të parat, vinë parat. Çfarë nismash keni, çfarë synoni që t'i paraqisni për të ndihmuar familjet punëtore? 1, 2, 3, çfarë programesh? Familje punëtore duhet mas pari me ju propun mas pari. Ata se s'dojnë me hinë biznes, s'do me hinë gjithkush në biznes, nuk ka biznisi për gjithkënë, se biznisi ti mendon se ki biznes, but biznisi ka ty. Ti mendon se, you think you own a restaurant, but the restaurant owns you. Është rëndësishme me mas pari me kriju investim për biznesmena minimu qiftit tama tonit a diku tjetër se do me qelë biznes dush minimu me avhek red tape për me mujt ata me hap biznesin me funksionu se ku t'hapen ata marrin punëtorët lokalit. Është na si shtete kena obligim për me pas daycare centers ku gjinja se kanë thmi dojnë me punu po s'kanë kanë me avkëshyr thmi duhet me unimu për me mujt me avkëshyr thmi. Ajo problem shumë i madh për do gjënë se jesin vorfën krejt jetën, se nuk i kanë shansën për mu qunë kom. Riedukimin, me dush me eduku gjinën, pak me punu me kompania, për shembull ki nevoj për punëtor, po nësë jem ka muj me gjithë punëtorin se din me zi, duhet me kryu sistem me Schoolcraft College, me këto small universities, me mësu punëtorët, edhe me zi edhe me arë me punu gjysë ditët të onë, gjysë ditët me shku në shkollë, me reeduku, ose me plumbing or electrical, me avep shansat, me mësu ata për me mujt me fitu një farë jetë për vetë vetën. Ju, përveç angazhimit tuaj në biznes, keni mbledh edhe ndihma for food banks, banka ushqimore, helping families in need, për familjet, ndihmoni familjet nevoj. Si do ta çoni këtë përvojë në Kongres? Po, kjo do me thonë shumë për mu, se na, jo vetëm se çdo herë sa ardhi dikush ka lipnim të na lokali jam, për shembull, kena bo me mija fundraiser, se jena të gati 50 vjetë. Na jena si bo si center asaj komunitetit, tona njohin, tona respektojnë. Për Toys for Tots, për Krishtlindje, na jena pika ma madhja në Michigan se grumullon lojna për thmi. Me kamiona, gjdo vit e bojmë ata. Na, personalisht, për shembull, sendin se kom bo më të miri, është kom nimu disa thmive se jon konë se me thonë me smuje vdekje, për shembull konë një vajzë se ka pas cancer, 9 vjeqare. Erdha jo gruja City Council, tha s'di pse më ka vitet ty, se për të vajza tha më shku të ty, tha se meresh me muzik. Tha shaki nevoj, tha kjo vajza është 9 vjeqare, o ka dek pe kancerit, po ka qef me pa Jonas Brothers, do këngëtar për para se vdek. Ishte shumë terminally ill, do më thonë s'kishte shumë kohë. Thash dhe po më vje keq shra e ka lyp ti, e ka lyp për një miracle, thash aty një ju ka shit programi e show, adin ju ka shit për 3 minuta. Thash vetëm me njëni njeri, thash nashta muna me të një mu. Ajo person ishte Kara Diaguardi, Qika Joe Diaguardi. E kom pas shoke, e kom pataku për para se o konë kurkushi. Edhe e mundu me një mu. Mas 5 vjetëve, ajo bo këngëtarja ma fortja në Amerikë. E majnë manë se kishte shkru do këngë për Jonas Brothers. Edhe ja qova një email, thash, hey Kara, kom një qësh me thonë, një kërkes për ty, një nimë se më nevojitit. Tha, sa ti kjeta? Thash, 4. Unë s'dita me thonë bile 10, me i marrë dhe thmit e mi, se dhe i kishin qef në Jonas Brothers, ishim shku bashkë, po unë i lipa 4 për ata, motrën e saj, e nonën e babën. Edhe tha, consider it done, tash te ki bo një miracle, tha, jo, tha, kjo ka konë pej Zotit, tha, se ku ma ki quti qatë email, tha, im konë ka shkruj një kongë me Guy Laveau, një kongëtar pej grupës Rascal Flatts. Tha, ajo është shumë i njohur me Make-A-Wish Foundation, edhe krejt e kuptan këtë shaka lypin këta, edhe manageri Jonas Brothers është manageri këti. Tha, një telefon në boni u kry puna. Karen, për shembull, e njoftova para disa vjetëve, jo se pata nevoj për të, po ajo kishte nevoj për unë, i mundova se kishte një video jukebox.
thash do t'i qes kong tuan të, nimoj me t'i promovue, ku të bëjsh kong, se kish qit halana e kong. E që është del puna, ajo më nimoj mu mi jep dikuj last wish, si me thom jep plëcu dëshirë në mram. Ajo është diçka so shumë rëndësishëm për mu. Pra fëmija shkoj dhe pa koncerti. Ja, u konë diçka shumë, ta këna shpirtin kuj një mod, kuj tjetër. Unë e kom rrethin në madhë, kom jetë shumë experience. Carl Levin më ka një mu, për shemë, konë së vdeka i shkreti, tash, po konë një congressman, senator maj forti në Amerikë. E konë një 10 maj forti në Amerikë, konë chairman of the Senate Armed Service, e ka kontrolu budgetin e ushtrisë. Pozit matë madhe s'ka. Pa ajo vjen me vite, ajo konë i të o konë demokrat shumë i fort, dhe më ka desh, që na konë si babë djale kena pas relationship. Ajo dole, ku isha në Kosovë të përkthy për ta. Ishte aj me një 10 senatora tjerë, ishin ardhë, unë isha përkthy si generalit Amerikë, se ishim të një i prumë, ku erdhen senatorat, i qumë me helikopter, i qumë të një zonë ku kishin kallë krejt shprijet, të 4 vllaznet. Isha të përkthy për 2 vajzat vogla, ato kishin qef me folme. Ata kishin qef me folme. To, janë isa me përkthy, e ku ma kalzun ata një histori, shtini me qajt. E s'mu isha me përkthy, do mu largu, mu këfjell. Po, erdh Carl Levin aty, më kapi në rëk, e tha, po sha se you care about, ti dënë qëta popull, kështu tha, mos kini derë se Amerika është këto, edhe nuk do të largohme, u bashkan gjithëm në shoqni që aty. Tana herët jena met edhe në shoqni qysh se atë dit. Ishte kushrini jam, djali ti më thiri, vlla në thiri, tha, hej, jem në Shqipni, ishte Kosovë saj. Tha, jem Shqipni, tha, ka djali në trun një apërim se duhet ka të merë, duhet mja herë. Jënë kam thojnë mjekë Shqipni, mush me qitë jashtë, se s'ka pështim këto, nuk i kena mjetët. E kena dijen, e dim si me bo, po nuk kena mjetët për me majtë qërë se shkojnë punë keq. Edhe kjo është shumë sensitive apërim. A ishte atje, motra jeme, po në në Providence Hospital. Doktorin Providence tha, atë ja pagujmë. Ja gjeti organizatën se pagoj për apërimin e 350.000 atë farvakt, ishte para 20 disa vjetë në 2006 në 7 në kom haru cilën dhe të konë. E gjeti doktorin mja bo falës, problemi ishte qësh me ja e vizën atyne, edhe gruja ti ishte 7 zonë. Ti ku je 7 zonë, s'te epin vizën. Po atje ishte, nuk te epin ty vizën qofë se jeti i Kosovës, pe ambasadës Shqipni, dush më shku të ku ki ambasadën tonë, s'kishtë në Kosovë, ishte në Serbi, ishte shumë komplikuar, e thira Carl Levin, a besan se 48 orë u kry krejt puna, siguroj doktorin motra, sigurum vizën me nimin e Carl Levin, zërë këto djali gjallësa, a ditë që se Carl Levin intervenoj e inimoj, me i pru këtu edhe e pështu në djali. Edhe ku bon apërimin, ishim St. Mary's. Erdhen ato motrat nuns, edhe thëna, se shkoj shumë keq apërimi, i kishin rapë më shnit, i kishin bë flat, se ku je në apërim atë shumë kohë gjatë, 16 orës, di sa ka zgatë, ju kanë rapë më shnit, ju kanë bë si petla. E o konë problem se s'mujke me marë oksigen mja. Tha jënë 2 maqina se një është në Grand Rapids, aty duhet më shku me helikopter, e një është në Children's Hospital në Detroit. E që në Children është ti një maqinë se ja drejt këtë trupin për me hi oksigeni. Ishte një farë shtrati, lidhën me maqinë, mos më pakon këtu, nuk ishte gjallë, se që vetëm 2 maqina në atë farvakti kishë Michigeni se e pështu në djalin me shti oksigen. Ja, këtë të regon karakterin tuj, faktin që jeni bamirës për njerëzit nevoj, edhe ne urojmë që të keni mundësi të fitoni të sillni këto përvoja njerëzore. Përvoja njerëzore, edhe në kongres, edhe ashtu si që cilësoni vetën si një kandidat jo establishmentit, por një kandidat që sjell përvojën e ti në biznes, në angazhimet e veta sociale, si që keni ba edhe me bordin shkollor në Wayne Westland, për të arritur fitoren e
ju urojmë sukses në këto zgjedhje. Nga ana tjetër, i drejtohemi të gjithë audiencës shqiptare, kush është shqiptar në St. Clair Shores ose në zonën e Taylorit, di që ka shqiptar ose në zonat e tjera, në Hamtramck, të bashkoheni, të ndihmoni Gjonin, ashtu si që ai ndihmon njerëzit e komunitetit aty ku gjendet edhe restoranti i tij, siç e dëgjuat në fjalën e Gjonit, për të patur mundësi për të ecur përpara në garën për të siguruar vendin në Kongres. Ai është i vendosur, edhe pse natyrisht vështirësitë nuk janë të pakta, sidomos vështirësi edhe ekonomike, por ai po garon edhe me ca vështirësi super, pra duke qenë writing kandidat, një kandidat që emri i tij nuk është në listën zgjedhore, por ajo duhet shkruhet në ballot, në fletën e zgjedhjeve. Nëse doni t'i sqaroni njerëzit si bëhet ky proces, mund ta përmendesh ajo është thjesht për fillim është nevoja nëse është ndaj kush interesuar me mnimu vullnetar me mnimu me trogit dera ose me mnimu me videoklipa. Gjëra ashtu mund të më shkruaj në Jan, siç e shkruaj në anglisht, jangochi.com. Mundën me mushat i formen me dal vullnetar, ose mos mush mal ardh vullnetar, nashta se ki mundësin me ardh me punu si vullnetar, jena edhe ka marrim gjithë punë, edhe i paguim me dal me në animu, një farë rrogë minimale, din si që sa me javë kompensu ditën, edhe kena nevojë edhe për nima, për me grumullu partë, për me pagu këta vullnetar. Kjo nuk është si me thonë, një sprint, po kjo është marathon për mua, nuk do të dërzona ose det fitoj ose deki, s'ka dy rrugat. Po ne urojmë fitojmë se sa më shumë shqiptar të kemi në Kongres, aq më mirë shqiptarët do prezantohet në politikën amerikane dhe nuk do kemi nevojë të bëjmë lobim tek miqtë tanë në Kongres, po do lobojmë nëpërmjet përfaqësuesve tanë. Dhe uroj pavarësisht partive politike të votojmë si shqiptar për shqiptarët dhe kështu edhe problemet tona në Ballkan do kenë edhe ndihmën më të madhe nga shqiptaro-amerikanët edhe nga qeveria amerikane. Gjon, ju uroj suksese, edhe të shohim tash 4 gushti nuk është larg. Nuk është larg. Do ta bëj një pushim mas 4 gushti, do të shkoj në Shqipëri, në Kosovë pak. Po shohim edhe bëhem hazër for November. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu po ndahemi nga emisioni jonë Argument. Kishim sot të ftuar kandidatin e Partisë Demokrate për zonën elektorale 13 Gjon Goçi, i cili po kandidon si kandidat writing, pra me emër jo në fletën e votimit, për Partinë Demokrate në zonën që ai përfaqëson, në zonën ku ka dhe bizneset e veta, ku ka ngritur dhe jetën e familjes së vet dhe veprimtarinë e tij të gjithanshme, si atë bamirëse ashtu dhe politike. Edhe një herë Gjon, ju urojmë suksese. Faleminderit shumë për juve.